Patjetër e keni të jepni deklaratën, ta shohim pafajësinë tënde. Nderu, fajtor jam vetëm ndaj gruas edhe ndaj Norës. Askujt tjetër faj nuk i kam. Kush është Nora? Nora është mbesa ime. Vajza e vllai. Norën e kam rrahje të zemrës. Prej ditës që vllau e zgjedhi rrugën e gurbetit, Nora u ka rrit ndurë të mia. Për këtë jam fajtor të Nora. E pse ndihesh fajtor për gruan dhe Norën? Për gruan ndihem fajtor se prej momentit kur jemi njoftune, deri kur jemi feju, prej fejesës deri në martesë, prej martesës deri ditën kur unë dola prej shtëpie, në sytë e tonë vetëm lumturi u ka pa, në fytyrat e tonë vetëm buzëqeshje u ka pa. Për këtë jam fajtor. Sa i përket Norës, i mungon për shafimi çdo mëngjes. Tregoje hallin, shka të mungon. E gjitha kjo që po ndodh është vetëm për Norën.